9 bim që tërheqin parafat në shtëpi. Përshëndetje të gjithëve dhe mirë se vini në këtë video të dedikuar Feng Shuit dhe bimëve të brendshme. Sot do të flasim gjerësisht për atë se si bimët mund të ndikojnë në rrjedhën e energjisë që në shtëpinë tuaj. Feng Shui është një praktikë e lashtë kineze që synon të krijojë harmoni mes njeriut dhe ambientit të tij. Bimët luajnë rol kyç sepse përfaqësojnë elementin e drurit, rritje, vitalitet, zhvillim dhe energji të freskët. Kur një bim është e shëndetshme, e gjelbër dhe e kujdesur mirë, ajo tërheq çi pozitive, pastron ajrin, shton lagështi dhe na lidh me natyrën. Por nëse bimët kanë forma të gabuara, janë të thata ose të vendosura keq, mund të krijojnë pengesa ose energji negative. Sot do të shohim parimet bazë, bimët më të mira, ato që duhen shmangur ose trajtuar me kujdes, vendosjen ideale sipas baguas, kujdesin e përditshëm dhe disa shembuj praktik. Le të fillojmë me bazat. Parimet bazë të Feng Shui për bimët. Në Feng Shui, forma e gjetheve është shumë e rëndësishme. Bimët me gjethe të rumbullakta, të lakuara, në formë zemre ose ovale promovojnë energji të butë, ushqyese dhe harmonike, quhen yin energji, që sjellin qetësi, dashuri dhe bollë. Në anën tjetër, gjethet me majë të mbrehta, gjemba ose forma agresive krijojnë shigjeta helmuese ose poison arrows, shachi, energji që pret, shpërthen ose bllokon rrjedhën e qis. Këto mund të krijojnë tension, grindje ose ndjenjë presioni në shtëpi. Gjithashtu, bimët duhet të jenë të shëndetshme. Një bim e thatë, me gjethe kafe ose të vyshkura përhap energji të vdekur dhe stagnim. Kujdesi për bimët na mëson përgjegjësi, durim dhe mirënjohje, veti që vetë Feng Shui inkurajon. Elementi i drurit lidhet me drejtimet lindje dhe juglindje të baguas, hartës së energjive, por bimët mund të përdoren edhe për të zbutur qoshe të mbrehta ose për të mbrojtur hyrjet. 9 bimët më të mira për shtëpinë, detaje të zgjeruara. 1. Pema e parave. Kjo është një nga bimët më të dashura në Feng Shui. Trungu i saj i endur simbolizon unitetin dhe forcën, ndërsa gjethet e mëdha të rumbullakta tërheqin bollët në të gjitha fushat, para, shëndet, marrëdhënie. Shpesh vendoset në juglindje për pasuri. Është e lehtë për të kujdesur, pëlqen drik të ndritshme indirekte, ujitet kur toka thahet pak. Nëse rritet mirë, tregon se energjia juaj financiare po lulëzon. 2. Bajmë Jade. E quajtur edhe bima e parave ose pema e fatit. Gjethet e trash, të rumbullakta si monedha simbolizojnë ruajtjen e pasurisë. Është sukulent, pra shumë rezistent, nuk ka nevojë për shumë ujë. Vendoseni pranë hyrjes ose dritares jugore për të tërhequr fat të mirë. Nëse gjethet bien shumë, mund të jetë shenjë se duhet të punoni më shumë në menaxhimin e financave. 3. Pothos. Shumë false për fillestarët. Rritet shpejt, përhapet lehtë dhe simbolizon bujari, zgjerim dhe bollëk të vazhdueshëm. Gjethet e saj në formë zemre sjellin energji dashurie. Mund ta varni ose ta lini të zvarritet, ideale për zyra ose dhoma të gjalla. Pastron ajrin nga toksina dhe ndihmon në qarkullimin e qis. 4. Philodendroni me gjethe zemre. Gjethet në formë zemre e bëjnë perfekt për marrëdhënie dhe dashuri. Është super e lehtë, harroni ta ujitni dhe prapë mbijeton. Vendoseni në lindje për shëndet familjar ose në jugperëndim për harmoni në çift. Rritja e shpejtë tregon se energjia juaj po zgjerohet. 5. Zogu i bardhë i parajsës. Bim dramatike me gjethe të mëdha e të gjera. Mbush qoshet bosh me jetë dhe energji të fortë. Simbolizon liri, krijimtari dhe hapje. Vendoseni në qoshet të dhomës për të zbutur energji të bllokuar. Ka nevojë për drik të mirë dhe hapësirë. 6. Bima gjarpër. Edhe pse ka gjethe të gjata e të mbrehta, në Feng Shui konsiderohet mbrojtëse, gjuftar i energjisë negative. Vendoseni në hyrje ose korridore për të ngadalësuar qinë e shpejt dhe për të bllokuar energji të keqe. Pastron ajrin natën, prodhon oksigjen. Shumë rezistente. 7. Zambaku i paqes.
simbol i pastërtisë, paqes dhe harmonisë. Lulëzimi i bardhë tërheq pasuri dhe fat. Vendoseni në lindje ose veri perëndim. Pëlqen hije të ndritshme dhe tokë të lagësht, kujdesuni që të mos thahet plotësisht. 8. Bima e gomës. Gjethe të mëdha, të shndritshme dhe të rrumbullakta. Pastron ajrin nga toksina dhe sjell qetësi, stabilitet. Simbolizon rritje personale. Vendoseni në juglindje ose qendër për forcë. 9. Fiku me gjethe fiolin. Gjethe të mëdha violin, simbol i prosperitetit dhe shëndetit. Shton elegancë dhe vitalitet. Ka nevojë për dritë të ndritshme dhe kujdes, por kur rritet mirë, tregon se shtëpia juaj po lulëzon. 10. Bimët e debatuara të shmangura, kuizi i zgjeruar. Kaktusi? I keq sepse gjembat krijojnë shaqi agresiv. Mund të shkaktoj tension ose ndjenjë sulmi. Më mirë jashtë ose shumë larg zonave ku uleni. Bonsai? Përfaqëson rritje të kufizuar dhe energji të bllokuar. Edhe pse e bukur, nuk inkurajon zgjerim, shmanguni nëse doni bollë. Monstera? Popullore, por vrimat në gjethe simbolizojnë mungesë ose boshllë. Disa e shohin si negative për pasuri, më mirë në zona krijuese. Aloe vera? E përzier, gjethet me maj krijojnë poison arros, por vetit shëruese dhe mbrojtëse e balancojnë. Vendoseni larg shtratit ose në zyrë për të filtruar energji elektromagnetike. Palma e brendshme ose kalathea, përdor e gjarprit. Të mira, gjethe të buta, sjellin mbrojtje dhe fat. Në përgjithësi, shmangni bimë të thata, të vdekura ose me gjemba në dhomat e gjumit, hyrje ose zona të pasurisë. Këshilla për vendosje sipas drejtimeve. Lindje juglindje, zona e drurit, shumica e bimëve këtu, përshëndet, familje, pasuri. Hyrje, bimë mbrojtëse si snake plant ose money tree. Dhoma gjumi, bimë me gjethe të buta, jo shumë, shmangni energji të fortë natën. Zyrë, pothos ose jade për fokus dhe prosperitet. Qoshe të mprehta, bimë të larta për të zbutur poison arros. Kujdesi për të mbajtur energjin pozitive. Fshini pluhurin nga gjethet çdo javë, pluhuri bllokon qinë. Krasitni pjesët e thata me njëherë. Ujitni me qëllim, jo tepër. Flisni me bimët ose shprehni mirënjohje, disa besojnë se kjo i bën ato të rriten më mirë. Bimët e shëndetshme na japin shtëpi e shëndetshme. Përfundim. Bimët janë aleat të fuqishëm në Feng Shui, ato sjellin jetë, pastërti dhe harmoni. Zgjidhni ato me gjethe të buta, kujdesuni mirë dhe vendosini me qëllim. Nëse keni pyetje ose dëshironi të ndani përvojat tuaja me bimët, lini komente më poshtë. Faleminderit që e ndoqët këtë video, ju uroj energji pozitive dhe bollët në shtëpinë tuaj. Abonohuni për më shumë këshilla Feng Shui dhe na shihni herën tjetër. Lam të mirë.